Rruga shëtitore e Palmave është përfshirë sot nga një aksion i punonjësve të ndërmarrjes së pasurisë publike për përmirësimin e sinjalistikës rrugore, pastrimin dhe larjen e asfaltit me makineri, krasitjen e pemëve, kositjen e barit, vendosjen e koshave të vegjël të mbeturinave dhe lyerjen e vijave të bardha. Bashkia Lushnjë njoftoi para 2 ditësh në rrjetet sociale se sot do të kryeshin këto punime. Prandaj kërkoi mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e qytetarëve që të mos parkonin në anën e djathtë të rrugës sa të mbaronte procesi i punimeve. Gjithashtu njoftimet u vendosën dhe në disa pemë përgjatë kësaj rruge me qëllim që qytetarët të njoftoheshin dhe të merrnin masa, por ka patur qytetarë të cilët nuk i lëvizën mjetet e parkuara duke vështirësuar punën e punonjësve të ndërmarrjes së pasurisë publike. Kjo gjë kërkoi bashkëpunim me Policinë Bashkiake, e cila ndihmoi për të lëvizur mjetet anës këtij segmenti rrugor, por njëkohësisht edhe mos krijimin e problemeve në qarkullimin e mjeteve të tjera. Ky proces do të vazhdojë javën e ardhshme në anën e majtë të rrugës shëtitore e Palmave, por një qytet të pastër për qytetarët.